Skopi ditor është shtunë 26 prill 2025. Dashi, marrëdhënia në çift do jetë edhe më e bukur gjatë kësaj dite. Do ruani një komunikim të ngrohtë me partnerin tuaj dhe do flisni për çdo lloj teme me të. Beqarët do fillojnë të mendojnë më seriozisht për të ardhmen dhe nuk do ecin kuturu. Financat do kenë probleme dhe kjo për shkak të pamaturisë me shpenzimet që keni treguar kohët e fundit. Demi, jeta sentimentale e çifteve do jetë më mirë se një ditë më parë. Megjithatë, ende do ketë gjëra për të rregulluar. Kujdes duhet të bëjnë ata që kanë një partner të shenjës së demit, dashit apo luanit. Beqarët do kenë shumë pretendime dhe nuk do arrijnë nga sot të kryejnë një lidhje. Në planin financiar nuk duhet të merrni vendime të nxituara, sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit. Pinjakët, ditë mjaft e animuar dhe mbushur me emocione të forta, kjo e sotmja për të dashuruarit. Edhe për ata që kanë pasur mosmarrëveshje, gjërat do shkojnë më së miri. Beqarët ka shumë mundësi të njohin dikë interesant gjatë një darke me miq apo gjatë një takimi pune. Në planin financiar, fati do jetë me ju. Do realizoni transaksione të rëndësishme. Nga porrja. Edhe nëse një person manitës ju propozon sot, mos bini në tundim nëse keni dikë në krah. Do lëndonit atë, por dhe veten tuaj. Beqarët nga ana tjetër duhet të përfitojnë sa të mundin nga çdo takim. Me shumë gjast, rrjedha e jetës së tyre do ndryshojë. Situata financiare do ketë disa përmirësime, megjithatë nuk duhen shpenzuar shumë amaramëndse. Luani, nëse jeta në çift nuk ju kënaq aq sa duhet, bëjeni ju hapin e parë sot. Rihapni dialogun dhe shpjegojeni partnerit gjithçka që ju shqetëson. Ai do ju kuptojë. Beqarët do kenë dëshirë vetëm për aventura të shkurtra dhe sot mundësitë do jenë të pafundme. Financat nuk do jenë të këqija, por ju duhet ta shfrytëzoni ditën për të menaxhuar me kujdes të ardhurat që keni. Virgjëresha. Fatmirësisht jeta në çift nuk do ketë probleme dhe do jetë një nga fushat që do ju shqetësojë më pak. Komunikimi do jetë pika juaj më e fortë. Beqarët duhet të tregojnë të sinqertë me personat që do takojnë dhe jo të dalin jashtë vetes së tyre. Në planin financiar duhet të tregoni të kujdesshëm. Dëshira juaj e të skajshme për shpenzime mund t'ju rënojë. Peshorja. Për shkak të ndikimit të madh të Saturnit dhe Jupiterit, jeta juaj në çift do ketë ndryshime rrënjësore sot. Bëni gjithçka në bashkëpunim me partnerin tuaj në mënyrë që të mos keni probleme më pas. Beqarët do kenë disa takime, por nuk do bien kollaj prej joshjes së personave që do kenë pranë. Në planin financiar ka rrezik të bëni gabime që do ju kushtojnë shtrenjtë. Akrepi. Ditë mjaft e lumtur kjo e sotme për të dashuruarit. Do përkëdheleni nga partneri dhe do ju duket vetja sikur jeni në ëndër. Mundoni edhe ju t'ia shprehni në mënyra të veçanta ndjenjat. Beqarët duhet të mendohen mirë para se të dalin me dikë, sepse jo gjithmonë gjërat janë siç duken në pamje të parë. Ekuilibri buxhetor do ketë rënditje serioze. Shigjetari. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje, do dini si t'i zgjidhni me qetësi mosmarrëveshjet me partnerin. Ndërsa nëse sapo keni filluar një histori, do alarmoheni edhe për gjërat më të vogla.
Beqarët nuk do kenë fat në dashuri, edhe pse do bëjnë çmos që të realizojnë disa takime. Në planin financiar nuk duhen marrë rreziqe të mëdha, sepse ende nuk është momenti. Britsjapi. Ujori. Peshi.